E keni dëshmuar në të kaluarën e po e dëshmoni edhe sot. Ju asnjëherë nuk e latë Kosovën vetë. Edhe tani atë u ka nevojë për ju, për fjalën tuaj, për përkushtimin tuaj, për pjesëmarrjen tuaj. Me 7 qershor ju duam përsëri bashk. E jani në Kosovë, ose regjistrohuni për të votuar. Afati regjistrimit fillon sot dhe zgjat deri me 17 maj. Për gjatë 5 viteve që isha në presidencë, pjesa më e bukur e angazhimit tim kanë qenë pikërisht takimet me ju, pritjet për ju, diskutimet me ju, festimet e përbashkëta për të arriturat tona të përbashkëta, e ndarja e dhimbjes në momente të rënda. Si një familje që s'ka kush e ndan, sepse ju kur nuk ja kthyet shpinën Kosovës. E mbajtët gjallë në momentet më të rënda, e ringritët atëherë kur ishte e rrënuar, e i dhat shpresë atëherë kur duhej më së shumti. Edhe tani do ta bëjmë këtë së bashku. Siç e kam thënë edhe kur vendosa që 28 dhjetori të ishte data e zgjedhjeve të kaluara, sa më afër që e kemi mërgatën në çdo vendim, aq më e fortë do të jetë Kosova. Sepse ne jemi krenar me ju, me të arriturat tuaja, me punën e ndershme, me djerë se me mund që e bëni, nëpërmjet së cilës e mbani Kosovën të fortë.